Pas mesazheve të shumta në harkun e këtyre 20 ditëve, 3 gjëra për t'i ndarë me ju. E para, unë nuk kam asnjë lloj arsye që të largohem nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste të Shqipërisë për tepër të dalë i pavarur. Do të ketë logjik çdo gjë. Askush nga ju nuk e beson që po të largohem nga grupi parlamentar i PS-s, unë do jem i pavarur. Unë nuk mund të jem i pavarur. S'ka gjas që unë të jem i pavarur. Kam qenë nga themelimi i Partisë Socialiste për 35 vite që militoj si socialist, si antar i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Në anë tjetër, unë jam partizan. Unë nuk jam një njeri neutral. Unë jam një njeri që mbaj qëndrime. Neutraliteti do të ishte elementi kyç i të pavarurit. Kurse, për të vërtetat, unë mbaj qëndrime, nuk i bëj bisht. Edhe një arsye më shumë, që asnjë nga ju s'do më besonte se do isha i pavarur. E dyta që është po kaq e rëndësishme. Unë nuk jap dorëheqjen si deputet i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Jo vetëm prej faktit që nuk jam deputet i listës së mbyllur, po jam deputet i zgjedhur me votë. Po edhe për të respektuar ata 25.000 njerëz, një për një, emër për emër, që më votuan, që më besuan të bëj këtë punë. Në qoftë se s'do ta kisha bërë punën e deputetit në harkun e 10 muajve, po, patjetër, do duhet ta kisha dhënë dorëheqjen. Po sot unë nuk di njeriu në 105 që nuk e di se kush është deputeti. Madje nuk di njeriu në Tiranë që mos ta di që Erion Braçë është deputeti i Tiranës. Ashtu siç nuk di njeriu në 105, po edhe në njësi të tjera që të thotë ky deputeti nuk më ka ardhur në njësi. Nuk më ka ardhur në lagje, nuk më ka ardhur në blok, nuk më ka ardhur në rrugë, nuk më ka ardhur në rrugic, nuk më ka ardhur poshtë pallatit, nuk më ka ardhur në shtëpi. Apo ky deputeti nuk më ka përfaqësuar Kuvendin e Shqipërisë për të gjitha ato që janë shqetësimet e mia të përditshme e publike. E treta gjë, dhe kjo është e lidhur me dy të parat, po kaq e rëndësishme, jo, unë nuk dal në protestë. Nuk dua asnjë lloj përfitimi politik nga protesta. Zero. Unë nuk jam ata deputetët që shihni atje, apo ata kryetarët e partive politike që shihni atje. Jo, unë jam deputeti i Partisë Socialiste të Shqipërisë, që kam vendin tim, kam zërin tim, kam angazhimin tim, publik, të qartë, të fortë, mbështetur në të vërtetën dhe në atë që qytetarët kërkojnë, përballë partisë time, përballë qeverisë time, në sallën e Kuvendit dhe në çdo ambient tjetër ku ne mblidhemi. Siç të shtunën për gati 30 minuta në mbledhjen e përbashkët grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe qeverisë. Pra e kam vendin, e kam hapësirën për të mbajtur qëndrimet e duhura, edhe për të thënë vërtetën, edhe për të kritikuar, edhe për të kundërshtuar, edhe për të miratuar, edhe për të propozuar, edhe për të debatuar mbi propozimet e mia, që praktikisht janë çështje që lidhen drejt për drejt me qytetarët, dhe natyrisht edhe për të kërkuar miratimin e tyre me votë. Edhe pse rrëzohesh një herë, do ta vazhdosh betejën deri në fund. Pra unë kam këtë status. Nuk është nevoja që unë të dal në bulevard për t'i folur qeverisë time. Jo, e bëj atje ku jam. E bëj fort, e bëj qartë. Po e përsëris, siç e bëra ditën e shtunë, sy më sy, me partinë time dhe me qeverinë time. Dua që të ndajmë bashkërisht dy fjalë. Natyrisht me ju, me qytetarët, me socialistët, me jush. Ai pat protestën dje. E që qytetar, e thjesht. Kishte njerëz, shumë njerëz, kur ke parasyshim nuk i kishin thritur partit politike. Njerëz zakonshëm, qytetar pjesa dormuca, qytetar zakonshëm thjesht, kishin lënë angazhimet e tyre, madje një pjesë kishin ardhur edhe me fëmijët e tyre për mirëqenien e tyre, mirëqenien e fëmijëve, në të tashmen e në të ardhmen. Një gjë që patjetër duhet ta kërkojë gjithkush. Kishte aty natyrdashës, naturalist, qëni si doni ambientaliste kështu me radhë, por
Thelbi i tyre është natyra, energjia e mirë e natyrës, të mirat e natyrës, mirëqenia që buron nga natyra si një e mirë e përbashkët, që du të ndojnë gjithë, jo thjesht dhe vetëm ata. Po pa tjetër në protesta është zakonshme të ketë njerëz vetëdijshëm politikisht, që këtë ngjarjen e Vlorës duan të përdorin politikisht për përfitime të tyre, por jo për politika në shërbim të njerëzve. Dy tipologji janë këta, paret janë përfituesit politik banal gjithmonë, janë shumë pak, rimënjan, duken, identifikohen, bëjnë ndonjë selfie kështu me radhë, për të dukur që janë protest. Tipologjia tjetër është ajo që është më e egër. Janë këta urrejtësit, nuk është e re kjo gjë, janë urrejtësit po të rinj kësaj radhe, fashist, janë majta në të djathtë. Fashist digital, mbi të gjitha në hapësirën online që shajnë, fyejnë, kërcënojnë, e mendojnë se përhapja e urrejtjes apo urrejtja ndaj mendimit tjetrit, lufta që i bëjnë mendimit tjetrit, kur konkurenca apo kritika apo debati ndaj mendimit tjetrit, janë trendi i ri. Po patjetër që kishte aty edhe mashtrues banal, autor të një serie gjatë të dizinformimit, që ka marrë për mas të madhe gjatë tyre ditëve, e bashkë me ta edhe të formuar apo të rreshtuar prej dizinformimit aty, të pavetëdijshëm për gjën fare. Në fund edhe rrugaç banal të paturp që bërtisnin kore, pa patur turp nga rrobat e tyre kur shanin rrobat e tjetrit. Këta ishin shumë pak, gjithmonë më pak, të gjitha këto kategori në raport me qytetarët, ambientalistët, naturalistët, kafshtarësit e kështu me radhë njerëz të interesuar për të vend. Kishte aty edhe socialist. I pash unë, i njoha unë, i kam takuar vazhdimisht gjatë tyre muajve të fundit në rrugët e Tiranës. Prania e qytetarëve, naturalistëve, socialistëve, bashkë me ta, na bën të reflektojmë, mua të pare. Unë nga protestat gjithmonë këta anë shoh, ku duhet ne të reflektojmë. Mendoj që duhet të ndryshojmë ne, duhet të ndryshojmë fort, madje, dhe duhet të bëjmë tani. Ne nuk po bëjmë mirë dhe qytetarët, veçanërisht qytetarët e zakonshëm, po na bie në qafë, po na pengojnë, se nuk kuptojnë, apo nuk na kuptojnë. Jo, ata na kanë votuar socialist, të majtë me gjërë, qytetarë të thjeshtë, pa bindje politike, por me besim tek ne. Na kanë dhënë mundësinë të qeverisim. Me ta, jo pa ta. Për ta do e mos, po jo pa ta. Ata ndjen të lënë minjan, të harruar, të përjashtuar nga procese vendimarrëse themelore për mirëqenien e tyre. Fuqia jonë është fuqia e tyre. E kanë deleguar tek ne, jo që ne të qeverisim vetëm, apo me veten, por të qeverisim me ta, jo pa ta, për ta, jo pa ta. Ata duhet dinë, të jenë të informuar, të kenë mundësi të pyesin, të marrin përgjigje, të flasin, të dëgjohen, të diskutojnë, të debatojnë, të kritikojnë, të kundërshtojnë, një proces të hapur e që çon në vendimarrje të plot e të qëndrueshme. Nuk pengon kjo. Përkundrazi, një gjë e tillë garanton, një proces i tillë është garantues për ta edhe për ne, për vendimarrësit në fund fare. Nuk e kemi bërë, nuk po e bëjmë, sidomos në këtë rastin e Vlorës, të Zvërnecit, kjo është ulëritse. Unë mendoj që ka kohë akoma ta bëjmë këtë gjë. Me ta. Pa ta, pushteti, fuqia që ata kanë deleguar në mirë besim tek ne, personalizohet. Është krijuar një ndek i gjerë mes nesh dhe qytetarëve, një distancë frikshme që po na bën të humbim pjesë të rëndësishme, të qëndësishme dhe të vlefshme për bërë bashkë gjërat që i duhen këtij vendi, i duhen kësaj shoqërie.
Dizinformimi nuk bën me faj qytetarët, nuk i bën më pak të vlefshëm, nuk gjenjen kollaj këta e kështu me radhë, jo, dëshmon sa larg jemi ne. Sa më efektiv dizinformimi, aq më e madhe distanca që ne apo pushteti ka marrë nga njerëzit e zakonshëm. Pushteti personal nga njerëzit e zakonshëm. Është një hendek i thellë, një ndarje e thellë dhe jemi në kohë të vendosim një marrëdhënie të re me qytetarët. Marrëdhënie të drejtë, të ndershme dhe besimi. Unë mendoj që Shqipëria nuk duhet ta humbë këtë investim. Nga përmasat shumë i madh dhe natyrisht i rëndësishëm dhe me ndikim të madh në ekonominë kombëtare edhe në ekonominë familjare. Por që të arrijmë këtu, apo që t'ja dalim me këtë investim, duhet pranojmë njerë interesat legjitime. Pranojmë interesat legjitime të atyre që janë naturalistë. Duhet i kuptojmë. Dhe natyrisht t'ju japim të drejtën që ju takon, t'i bëjmë pjesë me opinionet, me mendimet, edhe me betejat e tyre.